Pyet poshtë ka hecmi. Kurani përmend thot Rabbus samawati, sema, ajo që e ma, shqip. Wal ard, do më thonë toka është ard. Wa ma bainahum, nahum, në huna, do më thonë që shkon e em, si thëmë në të ka kalu ka huna, në midis, in the middle, që i thonë anglisht. Do më thonë 3 botë. Qiellora, qiejt, bota e mesme, edhe bota toksore, toka. Gjyqëtarët thoshin 7 palë qi, 7 palë toka, kanë pasur si shprehi. Dhe tash, këta dolin edhe nesër do fizikantë, studius dhej, astronom dhej, flasin për qiellin, për Andromedën, për Jupiterin, për Saturnin e kështu me radhë. Bile unë shpesh dje pata i humor pak me miktimin shkencëtar, thash ne zbuluesit e mëdhej të vaksinave, e ne zbuluesit e mëdhej shkencës, thash hiqemi se kemi arrit shumë këtë planetin tonë tokë. Por një gjë thash po ja u thon këtyre shkencëtarëve. A keni mujt me arrit Jupiterin? Filloj me qesh. Jo, s'kan mujt me arrit. Po thash të betohem thash në Zotin. Thash se nëse ky njerëzim zhvillohet, ndriçohet, iluminohet me mendjen e tij dhe hes bas kuron, edhe Jupiterin kena me arriti thash. Edhe nisi me qesh. Po normal, sepse Zoti thret ndryshim. Zoti thret në iluminim. Tash po i thon Illuminati. Po çka është Illuminati? Illuminati është ndriçimi i mendjes. Illumina vjen pe